të Republikës, e ka njerëz që janë votuar që qëndrojnë jashtë, dhe rrjedhimisht mendoj që LDK-ja duhet me kërku deputetët e LDK-s që duhet me kërku prokuria me bë punën e vet, me i dënu mbi 1 vjet burg ata që janë sot këtu që kanë vjedh vota, pastaj me pruni kuvend edhe maliztim. Kështu që keni deputet të LDK-s mrena që kanë vjedh vota, nuk e meritojnë poshtë këtu, edhe rrjedhimisht LDK-ja për çfarë nuk o të i votu. Faleminderit. Tem i ngritjes së një çështje tjetër asaj të normalitetit kthimit të institucioneve në vendin e vet. Do të hajde ç'a me bë, s'po mundja me bë tash gjujna të fjalë tjera që të mirën njerëzit, të mirët publiku me kështu çështje, por jo do t'i formojmë. Po pse Basha s'da një përgjigje apo dini se është pyetur pse mungoi në seancën e smartës? Po dhe sot si duket kanë munguar në momentin e kthimit me gjatë sa arrita me verifiku nga imazhet e pash që Xhelal Sfisha dhe Arbëria Nagafci kanë qenë dy të cilit kanë munguar në pjesën e kthimit në momentin kur rinisi nga zotri Dehari dhe në momentin kur shkoi përsëri në atë pauzën 48 orëshe, kësaj as sot me gjas nuk i kanë pasur as deputetët e vet, pra kanë qenë vetëm 46 deputetë të lëvizjes vetëndosje të pranishëm, paktën sa arrita me verifiku nga fotografitë dhe imazhet e publikuara nga kuvendi. Mbasi mund të